Rreth 180 objekte apo hyrje në pallatet e vjetër në Vlorë, pjesë e fazës së parë të projektit ujësjellësit për furnizimin 24 orë me ujë në qytet. Një projekt i cili ka nisur tashmë në Vlorë duke prekur dhe këto objekte, të cilat janë ndërtime të viteve 60 apo 70. Në zbatim të projektit ujësjellësit në Vlorë, është hasur në vështirësi në ndërhyrje në këto objekte. Kjo dhe për shkak të vjetërsisë së tyre. Ndaj në fazën e parë janë 180 objekte të tilla të përfshira, ku është implementuar ndërtimi i kolonave të brendshme dhe të kutive të matësave. Drejtori i shoqërisë aksionere të ujësjellësit Vlorë, Ermal Murati, e cilëson mjaft të rëndësishëm këtë fazë të parë të projektit në pallatet e vjetër, pasi furnizon 24 orë me ujë banorët, por dhe eviton dhe largon depozitat e vendosura prej vitesh në taraca apo pompat e ndryshme, ndërkohë që edhe kryen një furnizim të njëjtë për të gjithë. Projekti i ujësjellësit Vlorës në bashkëpunim me qeverinë shqiptare dhe KFV-n parashikon një sër aktivitetesh për furnizimin me ujë 24 orë të qytetit Vlorës. Përveç qytetit shpërndarës, një nga elementet kryesor janë që rreth 180 objekte apo hyrje janë subjekt investimit për kolonat e brendshme, ku secili banor do të ketë rrjetin e furnizimit, secila shtëpi le të themi, njëkohësisht dhe macin e dedikuar për konsumin, njëkohësisht dhe faturimin e ujit. Pse është i rëndësishëm ky proces? Janë rreth 180 hyrje, siç thash pak më parë, dhe normalisht furnizimi 24 orë me ujë bën që të hiqen depozitat, e cila është një gangren për sa i përket, le të themi, menaxhimit të furnizimit me ujë, njëkohësisht edhe për nga ana e sigurisë nuk është zgjidhja më e mirë që është përdorur, dhe heqja e këtyre do liroj edhe një herë taracat e pallateve. Njëkohësisht edhe pompat, të cilat kanë qenë një problem shumë i madh, sepse furnizimi me pompa ka pasur edhe probleme të energjisë, të sigurisë shëndetit, njëkohësisht ka pasur edhe situata pa anomali ku dikush ka pas një pomë të fuqishme, merrte më tepër ujë, dikush ka pas një pomë të vogël, nuk ka pasur presionin e duhur. Tani me gjithë investim që po bëhet, presioni do jetë njësoj për gjithë qytetarët, presioni i ujit, sasia e ujit të furnizimit gjithashtu, dhe këto objektet e vjetra që janë para viteve 90, le të themi, ky pallat që jemi këtu është i vitit 1960 dhe ka gjetur të zgjidhje, le të themi, jo më e mira, por për kushtet ku ka qenë qyteti Vlorës, ka qenë një zgjidhje me depozita. Qëllimi kryesor është heqja një herë për gjithmonë depozitave, pompave të ujit individuale, njëkohësisht edhe furnizimi me ujë 24 orë. Kreu i shoqërisë aksionere të ujësjellësit të Vlorë, Ermal Murati, konfirmon se kjo fazë që është në kuadër të projektit të madh të ujësjellësit në Vlorë përfundon në maj të vitit të ardhshëm. Ajo çfarë duhet sipas tij është dhe mirë kuptimi i vetë qytetarëve për të mos penguar këtë proces, ndërsa padyshim gjatë implementimit të tij të mos ketë probleme në furnizimin normal të zonave të prekura. I gjithë projekti parashikohet të mbyllet në maj të vitit që vjen. Projekti ka disa fusha të aktivitetit vetë, vetëm sistemi i shpërndarjes, ka pompat e reja të qytetit, stacioni numër 4, që është zemra e furnizimit me ujë të prodhimit me ujë të qytetit Vlorës, parashikon dhomën e re të komandimit, parashikon sistemin SCADA, njëkohësisht parashikon dhe dhomën e re të klorinimit. Pra, ky projekt me gjithë të aktivitet të sistemit shpërndarjes furnizimit me ujë parashikohet të mbyllet në maj të vitit tjetër. Unë doja të përfitoja nga rasti kemi bërë sot një njoftim si ujësjellës kanalizime në bashkëpunim me firmën që implementon projektin, kemi hasur dhe vështirësi. Banorët dhe qytetarët subjekti i këtyre investimeve duhet ta kuptojnë shumë mirë sa e rëndësishme është aksesi që duhet të kenë firma kontraktore dhe punonësit e ujësjellës kanalizime për të përfunduar investimin në kolonat e brendshme të pallatit. Ka momente që nuk kuptohet kjo pjesë, kemi bërë dhe njoftime nëpërmjet le të themi afishimeve të njoftimeve në hyrje të pallateve, por nuk është kuptuar dhe kanë hasur dhe vështirësi. Ky është një hap i parë i njoftimit për të rritur atë sensibilizimin e qytetarëve, sidomos të këtyre objekteve që janë të viteve 160 apo 70, që të lejojnë ekipet për të finalizuar projektin. Drejtor, kur flasim për 180 pallate të vjetra, nuk janë kaq në votat të Vlorës, do të implementohet edhe në pallatet e tjera ky projekt për heqjen gjithmonë edhe të depozitave e para. E dyta, a do të ketë probleme me furnizimin me ujë të pishëm gjatë implementimit të këtij projekteve për këto familje? Atëherë, vërtet nuk janë 180 objekte, projekti parashikon, siç kemi thënë fillim, jo të gjithë qytetin e Vlorës, dhe 70-75%, që rrjedhimisht disa objekte do jenë në fazën e dytë projekteve, si të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, ashtu dhe nëpërmjet agjencisë dhe Ministrisë përkatëse. Ne investimet në Vlorë do vazhdojmë pa diskutim, kjo është vetëm një nga pjesët kryesore të qytetit Vlorës dhe do shtrihet
dhe në zonat e tjera, zonat e furnizimit me ujë të qytetit Vlorës. Sa i përket shqetësimit tjetër, sigurohet furnizimi me ujë 24 orë, absolutisht, ulen humbjet se duhet parë dhe pak në aspektin e performancës së shoqërisë, ne duhet të rrisim të ardhurat e shoqërisë, me anë të ardhurave shtojnë më tepër investimet. Aktiviteti i ekipeve të terrenit do bëhet edhe akoma më i menaxhueshëm nëpërmjet pajisjeve elektronike ne që kemi për të lexuar macat. Një pjesë e mirë e pallateve për informacion sot faturojnë afrofe, që nuk është gjëja më e mirë, por në kushtet e mungesës së sistemit të brendshëm është gjetur ky mekanizëm nga enti rregullatori i ujit që të faturohen afrofe. Duke pasur një matës, konsumi do jetë ai për cilin ai do faturohet për të cilin konsumon dhe shpenzon. Duhet, domethënë, ne duhet bëjmë një punë të madhe një herë radh parë për të ndërgjegjësuar gjithë banorët që ky projekt është shumë i rëndësishëm për të finalizuar. Furnizimi me ujë nuk do ketë ndërprerje, do vijojë 24 orë. Heqja e depozitave do japi një akses më të mirë dhe furnizimit me ujë dhe nuk do ketë ndërprerje siç kemi pasur 2 orë paradite në mëngjes dhe 2 orë mbasdite. Dhe çfarë është e rëndësishme në fazën e projektit, kemi pasur edhe shqetësime që kanë ardhur nga konsumatorë apo biznese. Në fazën e projektit duhet të kuptojmë që ka disa hapa dhe këto hapa kërkojnë patjetër momente të caktuara stakimin e furnizimit me ujë për të operuar për sa i përket rrjetit apo pompave. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar nga të gjithë. Ne do vazhdojmë në mënyrë intensive njoftimet, sepse maji vjen shumë shpejt dhe pastaj ndodhemi në kushtet që një pallat ka furnizim dhe një pallat nuk ka furnizim, do vazhdojmë me boljera. Projekti i ujësjellësit në Vlorë realizohet nga qeveria shqiptare dhe KFV-ja gjermane, një projekt që prek tashmë dhe pallatet e ndërtuar në vitet 60-70 dhe synon furnizimin 24 orë, por mbi të gjitha dhe largimin e depozitave të vendosura prej vitesh në terracat e këtyre objekteve.